Përshëndetje për krejt juve të dashur dëgjues, mirë se erdhët në emisionin special kushtuar epopesë së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Dhe sot në këtë datë të rëndësishme dhe në fakt në këto data të rëndësishme ne kemi të ftuar një këngëtare të jashtëzakonshme për gjithë popullin shqiptar. Kemi një emër që për dekada ka qenë zë dhe vazhdon të jetë në fakt zë i fuqishëm i këngës sonë popullore, një artiste që me interpretimin e saj dhe emocionet ka shoqëruar gëzimet, dhimbjet dhe krenarin e familjeve shqiptare. Pra është zonja Shyrete Behluli, e cila me një karrierë të gjatë dhe një repertor të pasur të muzikës, ajo ka ditur ta ruaj frymën e folklorit dhe të muzikës popullore, duke e sjell me dinitet në kohën moderne. Këngët e saj me motive kombëtare kanë qenë pjesë e rëndësishme e kujtesës sonë kolektive, sidomos në periudha tona të ndjeshme të historisë. Dhe pra me pa dyshim me përkujtimin e epopesë së UÇK-s, ne do ta kemi në një intervistë. Zonja Shyrete, mirë se erdhe në Radio Kosovë dhe është kënaqësi që ju kemi sot në studio. Faleminderit, mirë se ju gjej. Unë po ndjem shumë mirë, tamam si në shtëpinë time se jam rrit me radion VTP atëherë. Mirë po, kjo është radio me cilën si fëmijë e zhvillova talentin tim dhe u prezantova përmes radios në gjithë botën shqiptar ka kohë. Zonja Shyrete, derisa erdhe dhe në korridorët e radios the që ka kohë që s'ke qenë dhe ke qenë ish Radio Prishtinë, pra me angazhimet e soja e juaja si këngëtare. Cilat ishin ato emocionet kur u ktheve prapë në këto studio? Çdo gjë të rikthen, do me thonë një kohë vjetër, nëse prap je aty, patjetër se rikthehesh shumë vjet më parë. Qysh e re, do me thonë, hapat e parë të karrierës ime ishte vetmja shtëpi ku ne talentin tonë kemi zhvillu dhe e kemi tregu këtu. Normal, është një emocion pak më ndryshe se çdo televizion tjetër, se e ndjen mallin, e ndjen dashurinë, e ndjen gjitha kur je si këtu në Radio Kosovë. Mirë, atëherë po ju mbajmë në ato kohë dhe në fillimet e juaja. Sa ishte e vështirë, zonja Shyrete, që në atë kohë një vajzë e re, sikur ju të merrej me muzikë dhe aq më shumë me këngë patriotike? Nuk ka qenë e lehtë. Unë edhe në për intervista tjera e kom cekë edhe më herët, nuk ka qenë e lehtë as pak. Mirë po, si fëmijë, si e re, jo që kom ditë rëndësinë shumë të këngëve patriotike, se kom qenë shumë e re, kur kom fillu me këndu këngë patriotike, ndoshta kam qenë 12 vjeçare. Edhe në atë kohë kam qenë Një vajzë vogël. Një vajzë vogël që nuk din rëndësinë e këngës, nuk e din Ose kuptimin e tekstit, po. çfarë kuptimi, çfarë mesazhi ka ajo këngë. Mirë po, falenderoj gjithmonë arsimtarët e muzikës dhe gjuhës, të cilët tekstet që ne atëherë i këndonim, i merrnim prej Shqipënisë, Radio Kuksin e ndëgjonim shumë, Radio Tiranën, madje për Radio Kuksin, edhe ato këngë i adaptonim andej për sistemin ton, qysh ishte atëherë se kemi pas pak më të vështirë. Mi këndu mirë po dashuria dhe vullneti për mi pas ato këngë, nuk kemi ndalë asnjëherë si unë, si kolegët e mi në atë kohë kur kemi kënu. Por, zonja Shyrete, na trego, a ishte përkraja e familjes që një vajzë e vogël, 12 vjeçare, në ato kushte të okupimit të merrej me muzikë? Patjetër, roli kryesor ka qenë i familjes. Pa përkrajen e familjes nuk mundesh me arrit, thuja se jo veç një gjë që e don, por edhe sene tjera përveç muzikës edhe shkollimit. Mirë po, ka qenë familja komplet dhe baba i ndjeri cili me ka mbështetë dhe më ka përkra shumë, edhe s'jam dal asnjëherë. Ka qenë shumë e vështirë se një vajzë e fshatit me dal në televizor nuk ka qenë bashkë e lehtë, ka pas paragjykime, ka pas qysh se në atë kohë ka qenë pak e vështirë për shqiptarët, sidomos të fshatit. Mirë po, unë nuk jam dalë, do me thonë e kom dashtë këngën gjithmonë. I ke te i kalu gjitha ato Fati që prind më kanë përkra, për ndryshe sa do që e kisha pas dëshiren edhe talentin për diçka nëse nuk i kim mbështetjen e familjes kot. Në kohën time ka pas shumë këngëtare të mira, shumë vajza të cilat nuk e kanë vazhdu këngën. E kanë lanë për shkak se familjet e tyre ndoshta nuk kanë qenë të pajtimit për me vazhdu.
E mirë po fati, ndonjëherë i njeriu të është edhe fati shumë, varësisht çfarë fati ke. Fati im ka qenë që unë e familja ime ka qenë për krahase, po. E na vjen mirë sepse tash vazhdojmë ta kemi zonjën Shyrete në skenën e muzikës. Faleminderit. Zonja Shyrete, ju keni një diskografi shumë të pasur me këngë patriotike. Si u bën në atë kohë? Ishte koha, ishin rrethonat që u gjendët në këtë lloj muzike apo dëshira jote? Pa tjetër se rrethonat na kanë imponu dëshira për lirin, na ka imponu prej gjeneratave më të vjetra, është përqua dhe te na, qysh treja, si këngëtare, si unë, si shoqet e mia tjera këngëtare, kolegë tjerë plot, në kohën kur ne jemi kanë në këtë fush, nuk e dasht, jo që s'ke dasht, po gjithmonë e ke dasht diçka që se ke pas. Jo gjithmonë është. Do me thonë, kemi dasht me knu për vendin tonë, për lirin që kemi dasht, kemi knu për gurbetin, për mërgimin që edhe sot dhe kësaj dite është plage jona, që gjithmonë është. Mirë po, primare ka qenë këngë për lirin. Zonja Shyrete, në albumin Besa Bes, Trëndafilat i liris, ka këngë me motive kombëtare. Po. Na flisni pak për këto këngë, për këto albume dhe sigurisht për kohën ose si u priti publiku, si i priti publiku. Albumin Besa Bes kom realizu me shtëpin Labja. E që do të kishim dashur të na këndoni pastaj Po, këtë këngë me që lidhet edhe me emrin tim. Bes, po, shumë emrin e mirë. Faleminderit. Edhe kur e patëm realizu këtë audio kaseta atëherë, ishte shtëpia Labja atëherë me zotin e Krem kryezion, edhe kemi pas kogja probleme për këtë këngë Besa Bes. Shumë probleme, ka pas shumë njerëz që javë kanë gjetë veturat në për makina dhe i kanë burgose, i kanë maltretu për shkak të këngës, titullit këngës Besa Bes. Ta atyre kaseta. Po, atër kaseta tjera s'ka pas, po. Do me thonë ka qenë ajo, si që ceka dhe vetë, mandej ka qenë gjuhë e bukur, gjuha shqipe, do me thonë. Deri në luftë, e pak mas luftës, kanë qenë, do me thonë, këngë të repertuari jonë që e kemi pas më herët. Mas i luftës, ka ndryshu. Ka ndryshu paksa. Nuk po m'pëlqen që ka ndryshu. Po, nuk e di si kurse njerëzit s'po thom, mu konë prap me qatë tempo të këngëve, se normal, edhe periudat, rrethanat janë tjera dhe ta imponojnë edhe muzikën, se muzika është ushqim shpirtëror, do me thënë koha kur këngët i kemi këndu, ndoshta u konë ushqimi i jonë me ato këngë. Mirë po, nuk s'do të thotë me vazhdu deri në qatë mas. Jo, mirë po, nuk po m'pëlqen nëse veç harrohen qatë shumë. Po, unë mendoj që ka marrë një kohë ndoshta kanë me qenë prap ato një thesar shumë i vlefshëm për artin tonë, se kanë mesazhe shumë të mira. Edhe tekste shumë të bukura mbi gjitha, tekste i tjerëzakonshme. Secili tekst, secila këngë ka pas një mesazh. E ka historinë e vetë, ka një fillim. Historinë vetë të unë për shembull. Një ngjarje që rrjedh, po. Një ngjarje që rrjedh këngën Treni fundit, të cilën e kom realizu me një herë si jemi kthy mas luftës, ajo është vetë filmi, vetë dokumentari i asaj kohe. Do me thonë, kanë shumë këngë, tekstet e tyre që ta tregoni historinë, po, në fakt, po. Mirë po, me kohë, ndoshta edhe ato këngë, besin, ato janë vlerë, çdo herë kanë me qenë vlerë, po ndoshta ndryshon koha, ndryshon shija, ndryshojnë rrethanat, edhe njerëzit bartën si kur uji, kur qetë për para, edhe dushme, vazhdon, po, edhe kështu që pajtomi edhe na me jetën e me rrethanat, me krejt, mirë po, unë jam shumë krenare për këngët që i kemi pas dhe vazhdojnë të qëndrojnë. Besoj që kanë me qëndru gjithmonë. Absolutisht që po, dhe dhe tjetë pasuri e çmueshme për gjithë popullin shqiptar. Për popullin shqiptar. Në përgjithësi. A do na e këndosh pak? Besa Bes?
Besa, besën e kem dhanë, besa, besën e kem dhanë, për Kosovë jetën doj me dhanë, për Kosovë jetën doj me dhanë. Kjo ka qenë si himn i atëherë. Faleminderit. Falenderojmë Po. shumë. Edhe qëndron ende, besoj që gjithmonë ka me qëndru. Edhe besë kështu është jeta, shumë vite në skenë, 50 vjetë, nuk janë pak, se cila ka... Që s'ka shumë kohë që secila, edhe e ke po, festuar. koncertin, po, se cila periudhe ka atë dvetën, do me thonë, se cila periudhe ka një histori dvetën. Kështu që është një kohë, nuk është e vogël, një kohë kogja, kur t'nalesh me mendu. Sigurisht, shumë e gjatë, janë shumë vite. Thuj kam 100 vjetë, se jo veç ato, po sa kemi, çka kemi përjetu, gjanat mira, gjanat vështira, shumë se me një kohë kur kemi flasë gjithmonë para luftës, nuk ka qenë lehtë, ka qenë mjaft të vështirë. Do të kisha dashur t'ju pyes zonja Shyrete pikërisht këtë periudhë, si vajzë e re, si në ato kohë të okupimit, keni pas ndoshta ndonjë kujtim që për shkak të teksteve të forta, të emocioneve të forta, të këngëve që janë kënduar, e që sigurisht s'kan qenë të lejuara, por që jeni gjendë në ndonjë situatë jo të mirë, për shembull. Po, bes ka pas raste. Ose ndërprerje të koncerte. Po, ka pas edhe raste në Ferizaj, me një koncert, u patëm këthy prej Zvicrës, atëherë ishim atje, edhe pikrisht për këtë këngë. E kënum, atje kënësh mi shlirë, sa atje s'na ngut s'ke kërkush këtë shqiptarë, po atje kënësh mi qka do ishim. Edhe në Roma as një javë s'ka pas, sa u këthym prej atje, edhe kishim një koncert në Ferizaj. Edhe unë këngën fillova me kënum, besa edhe publiku ndes shumë. Edhe njëherë kërkun me këthy këngën me kënu e kënova. Mirë po, hala pa e përfundu këngën i kom pa veç policë të mrapa, të shku mrapa skenës, në halë sportive ka qenë koncerti. Edhe i kom pa të hecë edhe të dalë mrapa, atje të bind, mrapa bindës, mrapa perdeve. Si e përfundova këngën, pra prezantimin tim sa pata, më murën me njerë dhe më qonë zyra atje. Mandej nesër me në dasht prap me ardë disa ditë në polici më lejmë. Për shkak të këngës, pse e kom këllon. Jemi mundu mënyrat të ndryshme mu gjindë, prej tyne më shpëtu, s'ka qenë e lehtë. Por nuk ju kthyen në bazë zonja Shyrete. Jo, asnjëherë. Nuk ju friksuan sepse ju vazhduat prapë edhe viteve të tjera që të këndoni e sjellni këngë. Kur s'na kanë friksu? Besë se cili... Kur po flasim për ty, sigurisht po flasim edhe për kolegë të tjerë. Të gjithë të cilët në atë kohë që kanë sjellë muzikë. Po flasim për gjithësi, jo veç për veti, po flasim për gjithësi sa e vështirë ka qenë. Edhe ka qenë e vështirë se e ke ditë që gjithmonë ki me pas një pasojë. Një rrezik, po. Gjithmonë. Mirë po herë ma shumë, herë ma pake, dhe qysh se u bënë mi mund da jasoj. Po, nashta ma e vështira u konë kur kom shku në Burg. Edhe kom shku me një gjendje jo të këndshme, kom qenë shtatzan, mujnë e nënë shtatzanis. Dhe me thonë, për shkon... Për një këngë që e ke kënduar. Për disa këngë të cilat i kom kënu. Mirë po, ka njëherë është që thonë edhe fatin fatkeqësit e unë që nuk kom nejt aty për shkak se kisha kohën me lidhe dhe më këthyn po në ginekologji në spital. Edhe ka qenë doktor Zylfi Azizi, ndjerë tash, edhe shkova i tash doktor qështu e kom punën. I tregova. Ta që më s'ki me rakta, rriti këtu. Shkoj 2 ditë edhe unë veç më lindi kushtrimi djali, kështu që ka qenë shpëtimtari im ndoshta për mos me nejtë në Burg, po. Se na denun. Komplet grupi na denun që ka ishim të kënu, jo veç mu. Po disa majtën, disa jo, mashkujt e kanë majtë, femnat na... Ma gjatë. Pak ma... Fati jem ke puna që isha martu me isha... Edhe që ajo më shpëtoj, po. Për ndryshe, thasht edhe ma herët, pa sakrific nuk mundesh as një gja me realizu diçka që synon. Këngën i kum dashtë gjithmonë, edhe
nëse kisha ndërprer, ndoshta në atë periudhë sa ka qenë e vështirë me vepru, sigurisht se ma e kisha ndërprer për edhe besoj që kisha vazhdu, ma jo, po. Edhe kështu që nuk e kom ndërprer asnjëherë, tash në liri jemi pak ma ndryshe, po knaqemi qysh po kemi qef. Nuk e kemi frikën që Jo, do të na ndajë dikush këngën e koncertin. Jo. Zonja Shyrete, po ashtu i keni kënduar liris me këngë patriotike, por i keni kënduar edhe një pjesë shumë të dhimbshme, sigurisht ose të ndjeshme të popullit shqiptar, e që është Mërgata. Po. Keni kënduar edhe atje, edhe keni trajtuar në këngët e juaja tema edhe për bashkëdhetarët edhe për Mërgatën. Po, bese kemi shku shumë herët në diasporë me koncerte. Koncerti i parë ka qenë, turneja e parë ka qenë në 80-ën, veç kur kanë qenë demonstratat, na kemi qenë në diasporë, në Gjermani me RTP-n atëherë. Po. Ka në organizu koncert, kemi qëllu atje kur kanë fillu veç demonstratat, do me thonë, prej 80-ës, thuja se jam çdo herë në diasporë. Po, prezente edhe e kom pa njerëzit atje, e kom dje edhe unë mallin për atë dheun, edhe nashta shumë herë fjalët e tyne që kanë bë muhabet me neve për mallin, për familjen, për nanat që kanë lënë. Unë ato fjalë gjithmonë i kom rujt dhe i kom pas në tekstet këngëve të mia. Do me thonë ato kanë qenë fjalë që kanë dalë për shpirtit. Po, jo veç me... I ke përkthyer në shkronja pastaj në tekst. Jo, do me thonë si motivi i këngës temë, ndoshta u kon i tekstit temë, u kon një muhabet që më kalon shumë për shtypje një fjalë, një mërgjimtarit, qysh është mërzitë, qysh ka fol, nuk jenë konë gjana veç tekstet e mia veç që i kum imagjinu dhe i kum filozofu qështu duhet më konë. Tekstet e mia gjithmonë kanë qenë një realitet. I mirë apo i keq, çdo herë realitetin në këngët e mia e kom pas. Çato që na ka përcjell si popull. Po, vazhdoj edhe tash me pas. Edhe kështu që këngët e Gurbetit patjetër se krejt na shqiptar të i kem Gurbetin e mërgimin edhe këngëtar gjithmonë janë marrë me atë temë, kështu që kom pas përveç këngëve të Gurbetit edhe këngë tjera, këngë dashnise, këngë dars, ma vetë nuseve, edhe për gjërat mira. Për qika, për nan, për motra, për vlla, për krejt, do me thënë, kom trajtu shumë tema sociale. Po, e vërtet është, po. Po, kështu që... po që janë mirë pritur po ashtu edhe nga publiku gjithmonë. Patjetër. Edhe këndohen edhe sot e kësaj dite. Zonja Shyrete, e tham edhe në fillim të këtij emisioni që jemi në data të rëndësishme, jemi me 5, 6 dhe 7 mars, që është epopeja e lavdishme e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, dhe po ashtu ju si këngëtare i keni kënduar edhe UÇK-s, i keni kënduar edhe Drenicës, i keni kënduar sigurisht edhe vendeve të tjera që kanë kontribuar për lirinë e Kosovës. Patjetër që i kemi këndu të gjithë. Dhe i ke motivuar sigurisht edhe popullin e Kosovës. Ne kemi dhënë, po i kemi dhënë ndoshta një motiv, një shtytje pak, po sakrifica e ushtarëve çka kanë bërë ata për neve është shumë e vlefshme, kështu që unë i vlerësoj edhe nuk e di, se di a ka gjë më të shejt se për një dëshmor me pas një muhabet, me pas një tekst, me pas një këngë, po edhe për çlirimtarët që janë në Hagë sot, unë mendoj që është një padrejtësi se thjesht sikur me ta vra lirin. Njerëzit që luftuan për liri ti gjykosh nuk është bashkë e drejtë. Ne jo vetëm si individ ata që janë atje tash, mirë po unë mendoj që ajo është një burgosje e ton popullit ton. Po shpresoj që do të vinë dhe do të gëzojnë lirin për atë që kanë luftuar. Por keni kënduar edhe këngë pra edhe për UÇK-n edhe për vende, për qytete tjera, për herojnë, si kanë prit për shembull edhe familjarët e tyre, edhe ato nëna që i kanë humbur fëmijët e tyre, pastaj ju historinë e atyre njerëzve e keni shndruar në këngë, në tekste. Po bes, jemi mundu aq sa kemi pas mundësi. Aq sa kemi pas mundësi për dëshmor me pas këngë,
edhe pse janë dëshmor shumë, ndoshta secili e meriton, po aq sa kemi mujt spaku me një këngë që me u përkujtu me brezat të ardhshëm, sidomos bile na këngëtarët, besoj që kemi lënë anash aq sa kemi mujt. A ka ndonjë këngë, zonja Shyrete, që lidhet me atë periudhë kohore, për shembull, edhe me ushtrinë çlirimtare të Kosovës, edhe me kohën e luftës, e që do të kishe pas dëshirë që dëgjohet edhe të këndohet edhe nga brezat e rinj? Po, bes këngët para luftës, do me thonë deri sa ka dalë UÇK janë pa nas kemi guxu me përmen. Do me thonë, ka qenë pak e vështirë. Mas luftës, po. Mirë po, këngën ti e këndon mirë, po nuk e din, s'mundesh me ditë sa do të dëgjohet, sa do të përqafohet, sa do të jetë e dashur për publikun. Ajo nuk e din ato askush. Varet, se cila këngë ka momentin e vet, nuk muj me ditë na, po fatmirësisht populli ka pranu dhe i kanë pëlqy këngë, se kanë qenë këngë me mesazh. Këngë flas gjithmonë më herët. Tash janë këngë tjera. Tash është diçka tjetër, tash tregu është krejt diçka tjetër. Tash është më tepër si showbiz, më tepër biznes. Limonata. Thjesht flas, kjo është e vërteta. Tash është diçka tjetër. Është mirë me i rujt, por mos me dal prej fahut, prej natyrës, prej secili këngëtar. Mirë është po mundohemi me qëndru që aty spaku, me rujt vlerat, po është shumë e vështirë. Shumë është vështirë, se nuk ka cenzur, nuk ka cenzur, s'ka nevojë me pas cenzur, mirë po duhet me pas s'po di me thonë, me pas diçka, një kujdes patjetër, po të na nuk qëndrojnë ato gjana, dhe kujt i teket kënan çka don, bëhet virale, bëhet shumë interesante. Kjo koha është të cilën po jetojmë, jo veç na, po krejt botën është kështu. Që po ndodh realisht. Zonja Shyrete, po tregoni shumë modeste sa i përket këngëve dhe kontributit tënd në muzikë. Po si mendon që e ka mbështet, ose keni jap mbështetje morale në atë kohë, në ato vite, kënga juaj, muzika juaj për popullin shqiptar? Bes musëm të akon me folë, se cili mundohet me kry punën e vetë aq sa mundet, aq sa din, mirë po vlerësimi vjen prej të tjerëve. Prej publikut. E i bie që e keni vlerësimin, me që ju kemi mbajt ka gjatë në skenë. Po publiku të ma në skenë. Absolutisht që po. Publiku të s'mundesh me sikur juve dhe neve, zonja Shyrete, edhe neve në radio, dëgjuesit dhe publiku juve. Patjetër. Po tash këto vite në ngjarje të ndryshme, në ahengje ku merr një pjesë, ahengje familjare, ngjarje, aktivitete të ndryshme, a kërkohen këto këngë që i ke kënduar dikur mi sjell në programin tuaj? Po. Ka raste kur i dojnë edhe këngë të vjetra që kam pas. Sidomos trenin e fundit isha në koncert në Bursa, në Turqi. Në Turqi, po, për 17 shkurtin, po, isha në koncert atje, edhe ma kërkun. Thjesht ma kërkun këngën e trenit, merdh shumë mirë, se edhe atje janë populli si popullin Turqi, mo ka shumë shqiptar, po. Edhe është e mira që tash me rrjete sociale kanë një uri ma tepër, kanë kontakte ma shumë, edhe din ma tepër për vendin tonë, se sa kur kanë dalë. Kështu që lypen prap ato këngë, ka, jo shumë, po ka raste kur diku i pëlqen, po edhe kjo këngë, po edhe këngë tjera, cilat i kemi kënduar edhe më herët, po dominojnë këngë të dasmave. Sikur, po dhe varsisht prej ngjarjes në cilën jeni. Varsisht njerëzit dojnë me ardh, dashëm, u kënaq, dojnë atmosferë. Mi harru të losh. Për problemet, hallet, për ditëshmërim, po pra. Dasma është dasëm, nuk ka protokoll, nuk ka në atë kuptimin vjen njerëzit mu arktu, mu knaq, nana që e marton djalin, motrat e krejt. Me thonë dashma është diçka tjetër. Mirë po dhe ndashmi mundohemi mi rujt këngët edhe mi pas këngët e mira. Në programin tënd. Do të kisha dashur që edhe trenin të na e këndosh pak për dëgjuesit tonë, se dhe kjo është njëra nga ato këngët më të spikatura
tuat, zonja Shyrete? Po provoj brebis. Me që jemi në këtë intervistë. Ah, more treno, o treni fundit, o që kalove ata binar, o sa shqiptaro, i solet vdekur, e sa shqiptaro, i solet gjall. Bes, kjo këngë është për mu pak ma e veçantë se kam qenë treni në fundit. Edhe te pjesë, po. Na dëbun prej banesave, ma në Prishtinë, sa ishim këtu me fëmijë, me qyshkem, e do me thonë ka qenë treni i fundit, që unë kam ndodh në tren, edhe për mu kanë qenë ato momente edhe të frikshme. Patyshim. Flasë shumë sinqerisht, se i shumë me fëmijë, edhe sa herë që treni futin me naj tunel ata, u knaqshin se fëmijë nuk dishin çka po ndodh, po. Edhe kalum, do me thonë, ishte dita e fundit që u ndërprej edhe treni për Maqedoni. Do thot paska kjo këngë, paska diçka edhe nga ana personale, nga jeta personale juaj. Fatmir Muja ma ka shkru tekstin, treni fundit, jo unë që ja lypa, nuk ja kom lyp unë me shkru, se shumë këngë të mija kam që temat ja jap vetë. Autorit tham, po më pëlqen që kjo temë e ti e shkruun. Po. Mirë po, Fatmir Muja është shumë, është shkrues që kam shumë këngë të ti. Si Ditën e flamurit, treni fundit, plot me së nëmrej shumë këngë. Edhe kur po ma jep thot apo të pëlqen shyret që kjo këngë treni fundit. Thash po dhonës kisha ditë me të thonë, ma mirë me ma shkru këtë tekst. Edhe do me thonë ka qenë kënga e veçantë për gjitha këngëve të mia. Që e ke gjetë vetën edhe ti sikur se shumë shqiptar, edhe shumë familje, shumë nëna. Që ndoshta edhe fatmirësisht sepse kanë shpëtuar, kanë lëvizur në për ato trene. Në atë kohë nuk kemi ditë çka po ndodh dhe s'kemi ditë me mendu, a është ma mirë kështu, a ma mirë ashtu. Po me një farë formë Zoti na ka drejtu, kemi pasi fatin jetën, me vazhdu me shpëtu, po edhe çani na e ka mormenja kemi vazhdu. Keni vazhduar. Zonja Shyrete, tash po kthehemi në vitet e fundit, në angazhimet e juaja si këngëtare, në ndryshimin e stilit të muzikës pastaj, por që ju bashkua edhe vajza juaj në këndim, edhe Angjelusha. Si është ndjenja një nënë të këndoj me të bijën? Moj Bes është e mirë, po është pak e vështirë. Apo? Po për Bes, pak e vështirë se në fillimet e këngës, Angji si fëmijë ka këndu për këngë për fëmijë. Mandej e la, jo studimet, nona jeme ndjeri, thoj, ke moj qike me pse s'po knojsh, edhe t'ja dush me knu ajo, se di non të kry fakultetin e të shoh. Kur ma bëj ke mu, moj pse s'pithu qikës me knu. Veç për veti po knojsh, ma bëj ke mu. Të isha moj non po në penale, që ka qef, pa tjetër, po s'po du mi thonë në hajde kna dhe ti, veç nëse ka qef. Kur një deti thash, o Angji, a do në me knu ajo, thash nëse ken plan me knu, hajde bile sa jamon, thash se matlet e ki. Rrugën, po. Matlet e ki rrugën kur ta qel dikush, po. Ta valla, po, thash po hajde. Edhe erdhë, fillum, bashkë e këndoj një këngë me mu, një dojet fillimin e parë dhe shkum në studio, hera e parësh që e niva Angjin të knu studio. Profesionalisht, po në studio. Si fëmijë ka këndu këngë për fëmijë si zbavice, mirë po popullore jo. Edhe peknojmë këngën studio, në pekqyri ajo, peknon atë vetën. S'mo dak. S'mo dak qysh e ka knu. Po asaj nuk i thash, hajt se mirë është. Shkum në shtëpi edhe pelshojmë me ndëgju demon qysh e kemi knu. Po. Edhe ajo po ngon edhe unë e pi tham, që to thash s'ja ki bo mirë, që to lula na i thojmë, ade në kongë shtu, ade ato farë. Në gjuhën e juaj muzikore. Po, në gjuhën tonë muzikore, po ato. Thash, që to lula nuk ja ki bo bash mirë, thash, po qështu bani, ade, ajo s'po folë, ade, thani edhe dull. Thash, qika tjetër, ma modhe sa ajo,
ajo është diplomate, diplomacinë e ka kryer, është diplomate Gresa. Po, edhe tha, thash po, tha Allah hile sa vjetë u bonën të kënu edhe ty. Thash unë, thash valoj Gres, thash pse, thash ball vjetë mu kanë bo, thash pse për çka po vetë. Tha jo veç veta, thash pse, thash ti e den, thash që sa po knaj unë. Tha jo veç dashta me vetë që sa jetu kënu, thash, tha e po pret, tha e në gjikë kongën e parë, për bënd tha me kënu se ti. Me ja qëllu me të parën. O nola, ku thash jo shi, ki thash shumë drejt, po, thash ki drejt. Tha e dyta, tha se cili e ka ato të vetën. Ti tha nashta menon që ato gjona që shi menon ti kjo i mendon ndryshe. Mirë po, Engji shumë e ka kuptu çka kom dasht unë edhe çka i kom thonë edhe njëherë i kom thonë edhe nuk ka pas nevoj ma. E ka normal edhe talentin, pak se pa e pas talentin së mundesh edhe do gjana tjera, mirë po, mu më ka pas si ndihmes, po, ka pas ndihmes, po, tash jemi bashk, tash jam mësu me to dhe kur nuk jam me to nina shumë me zbrast, se jam mësu me to me plotsu gjitha gjanat, mu marrë me organizimin në përdasma, nuk është bashkë e letë. Apo të mungon tash që ka shku në Zvicër? Po mungon, po vjen shumë shpesh, po, mirë po, do me thonë, qa kemi, prezentimet, po, i kemi prapë, bashkë edhe, po vjen, kështu që kur nuk është ajo najherë jam vetë, për shembull kam kërkesa në surprizë ma tepër me shku, po tha më Engji jam mësu me ty po pritoj vetë me shku. Të mungon, sigurisht. Po, çka me botash. Zonja Shyrete nga gjitha këto momente, sidomos ato në të kaluarën, edhe këto përjetimet që i ke pasur, cilën e ruan kështu, ndonjë kujtim që e ruan më për zemër edhe e mban për veti? Apo ka shumë? Gjatë karrierës tam kum lanë shumë sene, jo që kum lanë, po ndoshta më kanë shku qashtu pa i pa u marrë me to, se nuk mund është dy gjana për njëherë më kanë. Sidomos te fëmijët kur jën kënd vogël, e kum lanë nanën, ajo mi ka rritë, thuja se ma shumë. Mirë po, njeri kur është ma i ri, nuk i mendon gjanat si kur të vjen një ko pak po, ma shumë. Edhe po mendon që gjithmonë ki mu konë qatë shkallë që aty, edhe nuk ka me ndryshu kur gjo. Veç një fjallë e nanës pengë kam edhe nuk ka që se s'ja mundu me ja plotsu, mirë po, kur sa i ki prind, doke që gjithmonë kimi pas. Kur si ki, mandej i të kujtohen gjanat, edhe më pa thonë njëherë, tha hajde me nejt, thash po vi, thash po, ka me shku qëtue, po janë një unë e kretë ku kisha terminet e mija, koncertet e po. Ajo s'foli, ani më i nonë, tha po kur ti krysh ato, tha mu së në më gjonë. Edhe e vërtet që ajo. Ja mundu bol me shku e me po prap se prap. Gjithmonë peleshe vetën faj, pse si lash do gjona keq, edhe me shku me po. Që kjo për ndryshe, kom pas mbështetjen e bashkëshortit shumë, të familjes të ti komplet, për krajen e krejt familjes, e kom pas janë mundu me mdimu, si të fëmija, si të puna, si krejt. Mirë po, është e pa mundën, pa të kalu diqka, pa u knaq me diqka, nuk mundesh pa u knaq me diqka. Sigurisht angazhimet e shumta pastaj lën diçka pak më mangu të gjithmonë, që nuk kthehet ajo kohë ti prap me plotsu më ato. Zonja Shyrete, jemi krejt në fund të kësaj interviste, po do të kisha dashur që ta marrim një këshill për gjithë ata artistë të rinj. Qoftë që kanë qef të muzika popullore apo dhe të zhanre tjera. Një këshill ose një mesazh që kisha dhënë artistëve të ri, është që gjithmonë duhet me pas parim me qenë dashnia për punën që e kanë për këngën. Jo veç të ana materiale. Është e vërtet se ajo është pa diskutueshme, se çdo herë është motiv për me punu. Se cila punë. Mirë po të kënga, të arti është ma ndryshe.
puna tjetër, pa tjetër se ti duhesh me shku me kry punë, se ki me marrë një rrogë, fund të muajit, edhe duhesh çdo ditë me shku në punë. Te muzika është pak më ndryshe, te kënga është pak më ndryshe. Nëse këngën nuk e don me shpirt, nuk e bën mas pari për qef tonin, mandej me mendu edhe për a ki me fitu prej saj. Do me thonë, që tu është problemi që Apo ndodhe kundërta? te gjeneratat e reja. Po e mendoj një herë anën Unë e mendoj, financiare? mendoj që nashta nuk janë krejt, po do të ishte defekt të artisti nëse mas pari mendon, çka ka me fitu në prej që sa i kongë, pe që ti klipi, pe që ti paraqitje, po. Gjithçka. Ti gjithmonë duhesh me mendu sa ka me pranu publiku mu, mas pari, sa ka me pëlqyu në publikut me qëtë prezentim temin. Mandej vjen ajo e dyta. Një këshill shumë e mirë dhe një mesazh shumë i mirë zonja Shyrete, në fakt, sigurisht për juve artistëve shumë e rëndësishme, po besoj edhe për secilin profesion edhe secilin punë, që s'pari të duhet ajo që e bën. Nëse një punë e don edhe e punon me pasion, duket më e lehtë, nuk e ndjen fare. Rezultati gjithmonë ka më koni mirë, nuk ka me mungu rezultati. Nëse një punë e don me qef e me bo, pa mor parasysh, çdo punë që kryet, ajo ma e thjeshta, nëse nuk e bën me qef, nuk i më koni knaqën. Veç me thonë, bëj se duhet me bo. E aq më tepër te arti. Arti është shumë i ndishëm. Shumë, edhe nëse publiku nuk të pranon, nuk don. Kota. Kot, për zotin, po. Dush me përcjell energjin pozitive të publiku, përmes këngës, përmes paraqitjes. E që ti e ke këtë zonja Shyrete. Se di, u mund ta thoni këto më shumë. E që në fakt duhet me pranu me qime edhe në fund kësa interviste që ma jap edhe mu këtë energjinë e mirë, ose si që themini këtë vajbin e mirë, e mora nga ana juaj, zonja Shyrete. Po vjen mirë veç nëse e ke pranu që ashtu. E po shpresoj shumë që kemi me përcjell bashkë edhe deri te dëgjuesit tonë, e besa te shikuesit, sepse do të jemi edhe në përjetet tona sociale të Radio Kosovës edhe në kanalin YouTube. Zonja Shyrete, cili do të ishte një urim i yti për dëgjuesit e Radio Kosovës dhe për popullin shqiptar në përgjithësi në këto data të epopesë së UÇK-s? Unë do t'i përshëndes të gjithë publikun tim edhe të gjithë shqiptarët, pa marrë parasysh. Ju uroj të kenë shëndetin, shëndeti është primar, të kenë shëndetin, të kenë dashni mes veti, po edhe t'i vlerësojnë njerëzit. Për mu kjo është, vlerësimi i dikuj është shumë e rëndësishme, sa din me vlerësu diçka. Sidomos në këtë kohë, duhet me ditë vlerën e dikuj, pa marrë parasysh që tashti nuk është ajo që hajtë se tash s'po më duhet. S'është interesant, tash nuk është interesant. Duhet njeri me ja ditë vlerën, pa marrë parasysh, përgjithsi po flas. Si për popull, si për udhëheq, si për gjithë, secili mundohet mënyrën e vet me kontribu, kështu që duhet me ditë vlerën e secilit. E mirë kjo. Zonja Shyrete, faleminderit për gjitha vargjet, për gjitha këngët, për gjithë muzikën tënde që e ke sjell ndër vite, edhe kaq gjatë, edhe faleminderit sigurisht shumë edhe për në ato kohë të vështira të okupimit që i ke mbajt populli shqiptar pas muzikës në përgjithësi. Besë, është vërtet, unë këtë muhabet e kam thonë edhe ma herët në për intervista, po s'pritoj asnjëherë me tregu edhe me thonë sa herë që të ka nevojë, kjo që jam, një histori teme si një vajzë e re, si një vajzë e fshatit, si gjitha vajzat në atë kohë që kanë, që nuk ka qenë e lehtë për çdo profesion, jo vetëm për muzikë, po edhe për profesione tjera, nuk ka qenë e lehtë për femnat shqiptare. Tash është koha më ndryshe, po ju uroj të gjithave të kenë sukses, të gjitha vajzave, grave, se edhe për gra nuk është e lehtë me punu, më kanë me një institucion, me fëmijë, gjitha nonave ju besoj, sa vështirë është me la një fëmijë edhe me shku në punë 8 orë, mes me qenë shpe, pa morë parasysh që prap, unë me muj kam lanë fëmijët e mi, ka 2 muj nuk... Sepse turnet kanë zgjatë. Po, kanë zgjatë për para shumë. Kështu që nuk është, po pas sakrificë nuk mundesh me realizu asnjëherë kur që. Shumë faleminderit për këtë intervistë kaq të sinqertë. Faleminderit edhe juve. Edhe këto emocione që na i ndove prej fillimeve tua në karrierë. Beson që kjo jam, do me thonë shumë e hapun, shumë e sinqertë, shumë e drejt për drejt, do me thonë që kjo që jam muhabetet çka kanë qenë, i kemi bisedu.
për me bisedu gjuhët Është duhet vërtet kohë. zonja Shyrete me qenë e sinqertë dhe me qenë kështu si që je, kështu që merë si kompliment. Bes, Sepse faleminderit. kemi nevojë për shumë. njerëz të sinqertë dhe njerëz të drejtë që ta thojnë fjalën Shumë drejtë edhe në sy. faleminderit. Shumë Faleminderit. faleminderit edhe juve për respektin. Me qef e pranova ftesën. Më konte ju uroj sukses e gjitha të mirat. E që do të na vish prapa, po? Sigurisht, Kur sigurisht. të ftojë. Po, nëse duhet me ardhe, shoh që duhet me ardhe, pse jo? Patjetër, je mirë se ardhur gjithmonë. zonja Shyrete. Faleminderit, Të faleminderit falenderojmë edhe shumë. juve.